gjitha të nderuar shikues, kënaqësi që takohemi edhe këtë të diel në emisionin Voyazh. Ju e dini të nderuar shikues që në kuadër të emisionit ton trajtojmë tema të ndryshme që lidhen, domethënë her pas here, që lidhen me historinë shqiptare. Të gjithë ne kemi mësuar në shkollë se Kosova, vendi ku ne jetojmë, dikur është quajtur Dardani, apo në këtë territor dikur kanë jetuar dardanet, pra paraardhësit tanë. Dhe pyetja që ne sot do ta shtrojmë në kuadër të emisionit Voyazh është kush në fakt ishin dardanet? Çfarë rregullimi, domethënë administrativ, shoqëror, politik kishin dardanet gjatë shekujve, domethënë të ekzistencës së tyre si popull që është shtrirë në këto territore. Cilat ishin vendbanimet më të njohura të Dardanisë antike? Atëherë do të flasim sigurisht edhe për periudhën e sundimit romak, kur romakët kishin pushtuar Dardaninë dhe domethënë pjesën më të madhe të gatishullit ilirik. Çfarë ndodhi me dardanët kur erdhën romakët? A kishte një zhvillim të madh të qyteteve, domethënë dardane, gjatë sundimit romak? Dhe pastaj do të flasim pas rënies së perandorisë romake çfarë ndodhi me dardanët. Dhe do të kalojmë deri tek periudha e mesjetës. Sigurisht në kuadër të emisionit ton do të përqendrohemi tek vazhdimësia e lidhjes së dardaneve, arbërve në fakt dhe shqiptarëve. Për këto temë të ndryshme shikues, sot do të flasim me 4 studios, me zotin Enver Rexhaj, historian, një herë është drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, Arben Bajraktarin, arkeolog, si dhe me Arjanit Buqincën, i cili është historian dhe arkeolog. Ndërkaq do të kemi një linjë të drejtë për drejtë me Tiranën, ku atje do të na pret sigurisht zotin Luan Përzhita, arkeolog, një herësh edhe drejtues i Institutit të Arkeologjisë së Tiranës. Në vazhdim të nderuar shikues, do të shikoni një pjesë të shkëputur nga filmi dokumentar, domethënë Ulpiana Antike, të cilin e kam realizuar disa vite më herët, por që është aktual edhe sot, gjithmonë po flasim për këtë temë. Do të shikoni se cilat janë dëshmitë që janë gjetur në Ulpianë dhe në fakt çfarë na flet sot Ulpiana kur ne e shikojmë. Pra po flasim për Ulpianën antike që gjendet 12 kilometra në dalje të Prishtinës. E shikojmë këtë pjesë dokumentare, kthehemi në studio. Lokalitetit arkeologjik të Ulpianës, njëra nga qendrat më të rëndësishme arkeologjike të Kosovës, e cila gjendet rreth 7 km në juglindje të Prishtinës. Ulpiana shtrihet në një rrafshinë idilike me një pozicion mjaft rëndësishëm gjeostrategjik, gjendet në mes të tokave të Graçanicës, Hajvalis dhe Llaplasevës. Ky areal kap një sipërfaqe mjaft të gjerë, në veri kufizohet nga lumi Graçanka, në jug nga kodrat e Drenocit, në perëndim shtrihen fushat e Kosovës dhe në lindje kemi pjesën kodrinore të minjerave të pasura me xhe të çmueshme.
Jeta dhe gjurmët e para të civilizimit në Ulpian janë dëshmuar që nga periudhat e hershme parahistorike, por duhet dhënë theksin posaçërisht në periudhën e njohur në kronologjinë arkeologjike, si periudha e bronzit dhe ajo e hekurit, apo e njohur ndryshe si lashtësia dardane. Duke u mbështetur në rezultatet e mbledhura arkeologjike, të dhënat historike dhe nga dëshmitë e autorëve antik, kryesisht grek e romak, mendohet se formën e një qendre të urbanizuar, Ulpiana arrin disa dekada pas pushtimit romak. Hartat të cilat i posedojnë arkeologët kosovar dhe kolegët e tyre gjerman u kanë hapur rrugë në gërmime të reja në këtë lokalitet arkeologjik. Në bazë të gjetjeve arkeologjike dhe gjurmëve të veprimtarisë së Xehtarisë, në këtë hapësirë që i përkasin periudhës para ardhjes së romakëve, supozohet se ky qytet është ngritur mbi hapësirën e një vendbanimi të lashtë Dardan, ku përveç punimit të tokës shumë pjellore, banorët e saj janë marrë edhe me punë aktive në minjera, pra me nxjerrjen e xeheve dhe përpunimin e metaleve me ngjyrë. Me ardhen e romakëve në shekullin e parë të erës tonë, me ato reformat që janë bërë në këtë hapësirë, fillimisht është quajtur provinca e Muezisë. Më pas ajo ndahet gjatë periudhës së Domicianit në Muezin inferior dhe Muezin superior, dhe me reformat e Dioklecianit në vitin 297 konstituohet provinca romake e Dardanisë, dhe e tërë kjo, është edhe ka të bëjë edhe me ardhen e romakëve për një faktor shumë të rëndësishëm, që ka ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e perandorisë romake, dhe ajo ka qenë vend shumë i pasur me zehe. Fjalën e kemi për sidomos pjesën në juglindjet që këtu, në Shashkoc, në Veletin, në Kishnic dhe tutje deri në Novobërt, një masiv, një rrip, kushtimisht atë quaj rrip i lidhur i zeheve të pasura, të metaleve të çmuara, biles edhe të argjendit dhe një sasi më të vogël të arit. Tash do të shkojmë atje dhe do t'ju shpjegojmë më detajisht se si është shfrytzuar metali i çmuar dhe si është sjell përsëri këtu dhe është përpunuar për të vazhduar tutje drejt Romës, po dhe vendeve të tjera të perandorisë romake. Prej Ulpianës jemi tu nis në këtë pjesën kodrinore të përafërt të Ulpianës, ku gjenden edhe minierat antike. Edhe së bashku me profesor Tajkna do t'ju tregojmë disa nga vendgjetjet, do thotë, të minierave antike, por edhe të mbetjeve të shfrytëzimit të metalurgjisë. Gjendemi pra në fshatin Shashkoc, duke ju treguar edhe vendodhjen e këtyne gjurmëve të minierave. Pikrisht nga kjo pozicion ne mund të shohim këtë pjesën e malit të mbret me gjurmët e minierave, të cilat janë evidente duke filluar nga kjo kodra këtu, duke vazhduar me poshtë. Në pjesën e poshtme shihet edhe qyteza ose fshati i Janjevës, lokalitet ky i cili zhvillu kryesisht në punimin dhe shfrytëzimin e xeheve metalike. Deri para 20 viteve këtu ka pas edhe artizanale të ndryshme të metaleve. Hope we can improve we can do some more investigation in this area. We have this Bronze Age hill fort, which explains that we have a long time
importance of this area, and we have this enormous quantity of slags. So the question will be now to calculate how many years, how many people, how much metals, what kind of metals we need. This analyzing for gold and silver. Ne kemi edhe burimet e shkruara, nga të cilat informohemi se ka ekzistu një kohë edhe metalla ulpiana, që do thot ulpiana kryesisht ka pas karakter metalurgjik dhe ato minjera dhe ajo nxjerrje aty në xheve të shumshme ka ndodhur pikërisht në këtë arealin ku gjendemi këtu. Biletinit është përzgjedhur me një qëllim shumë të caktuar, të marrë përpas se ka një vështrim të përgjithshëm të krejt kësaj fushë të Kosovës. Do thot pararoje e qytetit antik të Ulpianës, e cila pozicionohet pikërisht në atrafshinën atje, një afërsi e afërt, mjaft e afërt, si dhe përveç se ka pas këtë pozitë të tillë strategjike dhe përveç se është bërë vrojtimi përgjithshëm i këtij arealit, kjo kala ka komuniku me kalon e Harilaçit. Në rast të rreziku ka lujt rolin e mbrojtjes prej anës lindore, kurse në pjesën perëndimore kaloja e Harilaçit e ka bërë atë obligim, detyrë. I lam pas kodrat e minjerave antike, zbritëm sërish poshtë në zemrën e qytetit antik të Ulpianës, themelimi i secilës lidhet tërthorazi me perandorin Trajan, në kohën e të cilit u zbatua politika e urbanizimit intenziv, që përfshin edhe këtë pjesë të Dardanisë e që gjendej në kuadër të mezisë epërme. Të ndërruar shikues, patët mundësi të shikoni një pjesë të filmit dokumentar Ulpiana Antike, pra që flet për Ulpianën si njëri prej qyteteve të zhvilluara të Dardanisë, sidomos në periudhën e sundimit romak. Sot në studio, ashtu siç e thash edhe në hyrjet e emisionit, do të flasim për Dardanet. Kush ishin Dardanet në fakt? Dhe për këtë temë, të ndërruar shikues, në studio kam ftuar 3 mysafirë dhe nga Tirana do ta kemi një linjë të drejtë për drejtë me Skype. Në studio e kam drejtorin e Institutit arkeologjik të Kosovës, zotin Enver Rexha, emisarin në studio, me profesion historian, mos ka që se zgabojmë. Arben Hajdari, arkeolog, emisarin në studio. Mirë se gjeta, falem. Si dhe Arianit Buqinca, historian arkeolog, emisarin në studio. Ndërkaq të ndruar shikues, në linjë të drejtë për drejtë nga Tirana është zoti Luan Përzhita nga Instituti i Arkeologjisë së Tiranës. Zoti Përzhita, përshëndetje nëse po na dëgjon. Përshëndetje. Atëherë qëndroni në linjë sepse tani do ta fillojmë bisedën në studio dhe do të ndërlidhim me ju. Arianit, po e nisim me ju për shkak se ju edhe testet doktoraturës e keni pasur periudhën e para romake, do të kisha thënë, të Dardanisë. Kush ishin Dardanet? Nga erdhën Dardanet apo si u gjendën në këto toka, domethënë, a ka një shpjegim shkencor kush konkretisht ishin Dardanet dhe deri ku shtrihet Dardania në fakt? Disa teori në këtë drejtim, varësisht. Ma thuaj teori më të saktë që është. Varësisht, po nuk mund me përjashtu asnjëon, sepse nuk në arkeologjia Cila është teoria? nuk ka asgjë absolute. Edhe prej dhënave mitologjike të Diodorit, Solinit, Prokopit, thuhet se Dardanet kanë ardhur. Nga erdhën? Mund të kenë ardhur nga Azia e Vogël. Kjo lidhet me legjendat e mahershme të Truës, por mbetet një legjend për shkak se kultura materiale arkeologjike i lidh Dardanet me kulturën mat Glasinas, që është kulturë tipike ilire. Po. Edhe që ka një kontinuitet suksesiv që nga periudha e bronzit deri tek periudha helenistike dhe rrjedhimisht pushtimi i Dardanit. Kufit e Dardanisë pararomake duke se kanë qenë fleksibil, varësisht prej lëvizjeve, luftrave dhe
lëvizjet popullatës. Ne nuk kemi të dhëna të sakta për kufit pararomak. Gjitha dhënat e burimeve antike që i përshkruajnë kufit e Dardanisë realisht i përkasin periudhës romake, për cilat mund me na fol profesori Arben magjërsisht. Po. Edhe ne identifikojmë kufit pararomak me ata të provincës romake të Mesisës Sepërme, fillimisht. Do të thonë, në periudhën pararomake nuk është ditur sakt deri ku është Dardania. Dihet për shembull kufiri jugor, që përmendet Bylazora si qytet kufitar në mes të peonëve dhe Dardanëve. Bylazora sot është identifikohet në jug. Në jug e në veri? Në veri nuk ka dhëna për shkak se kufit e Dardanisë hyn në sferën e historisë antike në moment që vinë kontakte dhe në luftra me Maqedonët, dhe me Filipin e II të Maqedonisë. Okej. Edhe në këtë kontekst, do të thotë, gjatë periudhës së Filipit V të Maqedonisë dhe pushtimi i Bylazorës, që ka qenë konsiderohet kryeqytet peon, Maqedonia vjen kontakt direkt me Dardaninë, kështu që rajoni i Bylazorës, që sot identifikohet me gradishten e qytetit Sveti Nikola në Maqedoninë e Veriut, mbetet kufiri i sakt, ku ka ndalë edhe mbishkrime epigrafike në gjuhën greke, dhe një guri kufitar që thot është kufi, mali i kufirit të shajt. Dhe kështu që konsiderohet si i tillë, mandej çështja shtrohet pyetja është kufirin mes Peonisë dhe Dardanisë ose Maqedonisë dhe Dardanisë është një çështje tjetër. Po. Arben, pjo thiri në emën, mos t'ju thamë Zotri Hajdari. Arben, në veri, po duhet ndalem pak tek në Dardaninë veriore. Domethënë ka qenë qyteti Nisus ose Nishi i sotëm, po kjo ka qenë zhvilluar këto qytete sidomos në periudhën e sundimit romak. Para romak, a kanë ekzistuar këto qytete dhe a kanë jetuar Dardanët aty? Sigurisht që kanë jetuar Dardanet, sa i përket çështjes së shtrirjes territoriale të Dardanisë, po flas për Dardaninë pararomake, një kontribut jashtëzakonisht madh në këtë aspekt e ka dhënë studiuesa Fanula Papazogu, bazuar në materialin onomastik dhe gjetjet arkeologjike dhe referu. Si është quajtur Fanula Papazogu? Se harroj ndoshta, si është quajtur domethënë paraja që kanë përdorur Dardanët? Në fakt Dardanet tek çështja e paras, ne dimë që Damastioni ka prej monedha dhe ekziston një konsensus që Damastioni, cilën e përmend Straboni, që thotë është në prapatokën e Dyrrahut dhe Apollonisë, në afërsitë e menhjerave të argjendit dhe referu fakti që ka një numër të madh të menhjerave të argjendit në territorin e Dardanisë. Ka një konsensus të studiuesve që mbetjet e Damasionit duhet të kërkuar në territorin që dikujt përkiste Dardanisë. Pra ka prej dram, tetradram, janë disa emrin që ka pas paraja, domethënë drame dhe tetradrame. Po ato në fillim janë emitim të monedhave greke, dhe këto monedha i ka prej që në shekullin e 5, por që në vitin që në fillim në shekullit e 5 ka prej monedha të argjendit Damasionit për gjatë 2 shekujve në vazhdim. Po, para e rëson, po. Vazhdojmë aty ku mbetëm, thonë ndërhyna për paran që mos të harrojmë, domethënë për monedhën e Dardanëve. Dhe Fanula Papazoglu do thotë është ajo cila ka kontribuar shumë në përcaktimin e shtrirjes territoriale të kufirit të themi të Dardanëve. Pastaj me disa revidime, studiuesi Zefimir Dita, një prej dardanologëve më të mëdhenj realisht që ka kontribuar në ndriçimin e jetës politike, kulturore, ekonomike, shtrirjes territoriale të Dardanëve, profesoresha Edi Shukrev po ashtu, dhe mund të themi që mbi bazën e këtyre studimeve që vijnë kryesisht si rezultat i evidencave onomastike, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme sepse është një material shumë i pasur onomastik i cili është karakteristik për Dardaninë respektivisht për Ilirin përgjithsisht, pra është onomastik ilire. Pika më e debatueshme mbetet kufiri verior. Pse? Për faktin që ka një, themi, materiali onomastik është pak problematik, kuptimin që ka edhe dëshmi trakasit, përsa që ishin trakasit, dhe është normale që ku ka grupet ndryshme kulturore që jetojnë praman njëri tjetrit, ka prurje marrje, dhe kjo ka vështirësuar në anën tjetër, për kufirin verior dhe burimet antike janë më të pakta. Megjithatë, ekziston një konsensus, pra që dega Moravës jugore dhe perëndimore paraqesin kufinin verior, pastaj në jug shkonte deri te qyteti Bylazora, që është Velesi i sotëm. Ndërsa kompleksi i Sharrit dhe Korabit paraqiste kufirin në pjesën tjetër dhe pastaj përgjatë luginës së Drinit ku kufizohej me fise tjera ilire. Por kjo ishte shtrirja
territori lire. Dhe pa diskutim që Nishi ka qenë një prej qyteteve të rëndësishme, si kundër Shkupi dhe shumë qytete tjera para orës romakëve. Pjana, Shkupi, Nisi, këto kanë qenë qytetet. Edhe në qendrat romake, themi fakt romake janë Dardane në kuptimin, mirë po që janë transformuar romakëve. A kanë Nish sot ndonjë lokacion arkeologjik që dëshmon këto, e që serbët i kanë fshehur ose vazhdojnë mi manipulu ato? Jo, ka evidencë arkeologjike të mjaftueshme që dëshmojnë prezencën e jetës para romakën në territorin e Nishës. Po ajo që është karakteristik për Nishën se Nishi është qytet që ka pas një intensitet të jetesës edhe në periudhat suksesive, rrjedhimisht kjo ka bërë që gjurmët e periudha më të hershme të jenë dukshëm më të vështira të qashme. Madje ne edhe Nishën romak e njohim shumë pak, për faktin që aty ka pas intensitet të jetesës edhe në periudhën osmane, ku është ndërtuar një kështjellë shumë e madhe dhe ajo kryesisht me spolje, pra me material cili ka taku periudhave të mëhershme. Zoti Rexhaj? Unë për qytetarët, sepse kolegët e njoftin shumë mirë. Qytetarët, kush kanë qenë Dardanët? Për me njoft. Çfarë organizimi kanë pas? Dardanët kanë qenë njëri prej fiseve të mëdha ilire, që njihet në histori, pranueshëm, është prodhim i disa fiseve, nën fiseve që i din kolegët mirë, dhe Dardanët dominojnë. Cilët kanë qenë nën fiset? Nën fiset kanë qenë Galabrët, Thunatët, Daunët. Dhe Daunët. Kanë qenë, do me thonë, fise, por Dardanë dominojnë. Kjo është ajo periudha para urbane që quhet, dhe krijohet, e marrin primatin si pjesë më e madhe. Do me thonë, edhe krijohet Dardania, një mbretëni, shtet, me territor administrativ. Kur krijohet kjo? Dhe në shekullin afërsisht të historia e pranon 65. Eksakt. Do më thonë në periudhë para erës son. Kulminacionin e arrin 4 deri në shekullin 1 para erës son. Ma pas e kemi në periudhën romake provincën e Dardanis si njësi territoriale. Do më thonë zhvillimi si shtet i Dardanis. Që kanë qenë atë qytet-shtete kanë qenë apo? Nuk e kemi pas qytet-shtete në... Shtete s'ka pasur atëra? Qytet-shtete është karakteristik për Greqinë, ky organizim i formës. Po mirë, edhe shtete s'ka pas, po si kanë qenë të organizuar në mbretëri? Mbretëri. Po, territori... Do thot para pushtimit romak këta janë zhvillu dhe kanë funksionu si mbretëri i shtetë. Dardanis, eksakt, fuqinë e saj e jep në shekujt 4 një para erës son. Deri sa në fund shekullit 1 para erës bjen në pushtimin romak. A ka pas luftra romako o Dardane? Ka pas lufta romako o Dardane, ka pas aleanca, ka pas lufta edhe mes fiseve ilire ma të vogla, po me Macedon kryesisht, po edhe aleanca. Dhe me thonë ka pas aleanca, luftra prap të tjera për kufit në kuptimin popullor, për qytetarët e flas, jo fort në gjuhë zyrtare, miren me lumej. Është një varë regulli që autorët e përshkrujnë, që niset Morava, Margus Lumi, ma pas Lumi Vardar, për haro janë në antik para Vardar, në mendje kom, dhe meret me Drinin, po, Astibi, edhe meret me Drinin, edhe me mbi Lumin sot i për Sitnisa. Dhe më dhënë që këj kufiri verior meret Sanxhaku i sot shumë, Novi Pazari, me Nishin. Shkojnë ato malet janë që lidhen edhe ato janë afërsisht, atë qytetet mirën, Nishi, Veleshi, Velesi, Tito Velesi të është Niko Velesi sëtë në Macedonin Veriore, meret... Edhe i ka qenë, do më thonë, qytet Dardan. Po, atje kufizohet masanej të Shtipi, është qyteti i vjetër, ku vesh mundet më marrë një loj kufini të Stobi, Manalto Velesi, nonën perëndimore shkon me mbi Lumi Ndrin, deri te Kuksi sot shumë afërsisht, edhe te Novi Pazari sot shumë që është qyteti i Sanxhakut. Domethënë Nishi, Sanxhak edhe shkon në kuptimin gjeografik, në historie gjeografike, disa studios e japin një farë për kufizimit që mund tjetë i afërt mi 30.000 km2. Ashtu, domethënë ende kemi nevojë për ato studimet që thati sa ka material arkeologjik, ka Nishi apo... Do të futim, aty veç të lidhe me zotin Përzhita pak, se kemi në linjë të dojë. Zotin Përzhita, po na dëgjon? Po, jo ndjek. Besoj dëgjova dhe kolegët këtu në studio që kishim. Pyetja që për ju vlen, sigurisht, çfarë raporti, çfarë marrëdhënie kishin Dardanët me fiset të tjera, domethënë, fiset të tjera ilire? Si funksiononin, çfarë shkëmbime
qoftë ekonomike, në aspektin çfarë lidhjes sociale kanë pas, domethënë me fiset e tjera. Ka fakte shkencore për këto? Po, patjetër. Sa për hyrje, desha të them që fiset ilire në territorin e Ballkanit numërohen rreth 70. Po. Pra 70 fise. Natyrisht një pjesë e tyre janë dhe fiset vogla, por një pjesë e tyre janë edhe fiset dominante në gjithë territorin e Ballkanit ose kohë, gjë që ka pasaj u shpreh edhe në krijimin e metrive të tyre, siç është edhe rasti i fisit të madh, siç e thanë edhe kolegët i Dardanëve bashku me 9 fiset e tjera të cilët bënin pjesë në territor. Natyrisht që ardhja deri tek metria Dardane ka ato evolucionin e saj historik edhe krijimin e shumë situatave të cilat arkeologjia natyrisht i studion dhe i ka në qendër të vëmendjes së tyre gjatë gërmimeve arkeologjike. Por ajo që desha të sqaroj ose që të them janë që gërmimet arkeologjike të bëra në territoret ndryshme të Dardanisë antike, mendoj që kanë parashtruar pak a shumë një situatë të tillë rreth shtrirjes së kufive të fiseve dardane. Edhe kjo mbështetur edhe tek ajo që thatë më parë të pyetja juaj, tek marrëdhëniet etnokulturore dhe tregtare që kanë pas fiset dardane në territorin e Ballkanit. Dhe sipas studiuesve të kësaj fushë mendohet që ama do të kemi parasysh diçka, jo vetëm për Dardanin, por për çdo fis në këtë periudhë, kufit janë shumë konvencional. Nuk mund të themi me siguri matematike që ky kufi është i përcaktuar në këto pika. Por duke u nisur në bazën kryesore të kulturës materiale, që paraqesin gërmimet arkeologjike, siç janë ato kryesisht në vëmbanime, në fortifikime, kryesisht në tumat e Dardane të gërmuara në gjithë territorin, po edhe në territoret përreth, rezulton që si kufi verior, ne duhet të marrim afërsisht Novi Pazarin dhe Nishin. Po. Ndërsa pse, zoti Përgjitar, pse do t'i marrim pikërisht Novi Pazarin dhe Nishin? Do thotë, a ka fakte arkeologjike aty që deri aty është shtrirë Dardania, kanë jetuar Dardanet apo pse? Tashi përkojnë disa fakte, janë faktet historike, faktet e burimeve historike të autorëve antik, të cilat po flasin për territoret dardane, përmenden edhe territoret që unë ceka më lart, siç janë në Novi Pazari dhe Nishi. Dhe fakti tjetër është se gërmimet arkeologjike të bëra në qytetin e Nishit, u thanë edhe nga kolegët më parë, kanë treguar shtrëzime, sidomos të periudhave të vona të hekurit, që kanë etnicitetin e kulturës dardane në atë situatën ose pasqyrën kronologjike të gjithë zhvillimit të kësaj qendre siç është Nishi. Dhe jo rastisht Nishi pastaj ngeli edhe një qendër shumë e rëndësishme dardane edhe në periudhat e tjera, qofshin këto të periudhës së pushtimit romak, sidomos në periudhën e perandorit Justinian. Po. Gjithsesi, kjo fisë dardane, përveç pjesës veriore, po domethënë dihet që ato shtrihen në gjithë territorin e sotshëm të Kosovës. Pastaj kalojnë në Maqedoninë veriore. Po. Dhe ashtu siç e tha dhe kolegu, dhe në zonën e bashkimit të dy drenave, pra të Shqipërisë Verilindore. Kjo është pak a shumë një territor i zyrë, sepse ne e dimë që më vonë provincat e krijuara se po ka përsëri nga një shekull dhe nga një vjeçar në tjetrin, ruajnë atë që quhet tradita. Edhe përshkrimet administrative, edhe mënyra organizimit administrativ, politik, social, ekonomik, kanë bazën e saj traditën. Jo rastisht Shkupi ishte qendër kryesore e Dardane. Kryeqyteti Dardane. Kryeqyteti, pra, sepse në tradicionin e saj të lashtësisë, ajo ishte një qendër e impostruar brenda territorit të fisëve Dardane. Dhe kjo ndodhi gjatë shekujve 6-5. Më thanë, nëse ne do të marrim, po themi, do të llogarisim dinamikën e popullimit të popullsisë dardane në territorin e saj, ballkanik, ka pak a shumë këtë rënditje. Në kohën e bronzit, pra që llogaritet rreth viteve 2100 para Krishtit, deri në të kapërcyer në periudhën e epokës së hekurit, fillon të rritet dënësia e popullimit të territoreve dardane. Çfarë kuptimi fillon të
të popullohet, e thata kështu mos gaboj. Po, do me thënë, rritet dënësia e popullimit të territoreve. Po mirë, në çfarë kuptimi rritet, vin nga diku apo Jo. Do me thënë, kemi me qëllim po i bëj këto pyetje që ti sqarojmë. Po, vetëm kemi të bëjmë me popullatë e cila dora dorës, shekull mas shekulli shtohet në territorin e saj. Po. Dhe kjo vjen si rezultat i gërmimeve arkeologjike, në cilat ne gjatë vendbanimeve, pra rritet numri vendbanimeve, rritet numri nekropoleve, rritet numri qarkullimit. Pra gjithçka shkon duke u rrit me një crescendo, po them, me një rritje të tillë, të cilat pastaj do të arrijnë kulmin e vet në periudhën e fundit të hekurit, pra në shekullin 6-5, ku kemi kurbe më të lartë të rritjes së popullatës dhe të popullimit të këtyre territoreve për të ne po flasim. Po. Një po, gjatë kësaj kohe, vërejmë se Lugina e Drinit bashkuar, po edhe rrugët të tjera që të nxjerrin në Danub, ishin arterje kryesore frymëmarrëse të zhvillimit kulturor, ekonomik dhe social të Dardanisë. Në shumë site arkeologjike, kolegët e dinë që gjejmë objekte të ardhura që për të detit, duke shfrytzuar këtë Luginën e Drinit, duke marrë objekte nga Lisi, nga Shkodra, nga Polonia, edhe deri nga zonat e tjera italike apo helene. Gjë që tregon se kjo zonë ishte tepër e hapur, nuk ishte kufizime, po themi kulturore. Po kjo ishte realizuar që në periudhën neolitike, pra që 7000 vjet përpara sonë. Kur shikojmë vendbanime, si që janë Kolshi i Kuksit, me vendbanimet e Vlashnjës, apo me vendbanimet e tjera, të Rrafshit Dugazhinit, por të Rrafshit Kosovës, që kanë një kontinuitet kulturor, po kanë edhe një, po themi, unifikim kulturor të kulturës të zbuluar brenda këtyre siteve. Sa që të duket, që kur gërmon, për shembull, vendbanimin e Kolshit, është e njëjta gjë kur gërmon nga atë të Vlashnjës apo kur gërmon një vendbanim tjetër në territoret e Kosovës. Zoti Përzhita, qëndron në linjë sepse sërish do të lidhim me ju. Arben, po dunie më ndolidh me ju, pastaj do të vazhdojmë edhe me mysafirët të tjerë. Pyetja është direkte. Me cilat janë faktet arkeologjike që i posedojnë, domethënë institucionet tona, që i posedojnë Instituti i Arkeologjisë, Muzeu i Kosovës, se Dardanet kanë jetuar në këtë territor ku jetojnë sot shqiptarët dhe se Dardanet kanë qenë domethënë një mbretëri e organizuar, një mbretëri që ka pasur domethënë një zhvillim ekonomik, që ka komunikuar me mbretëri të tjera e kështu me radhë. Domethënë po flasim për fakte arkeologjike. Atër ka një numër të madh të gjetjeve arkeologjike, për shembull, shumë prej tyre përmendi profesor Përzhita, një numër të madh të vendbanimeve dhe vendvarrimeve. Na shikojmë Ulpianën, për shembull, Ulpianën antike dokumentar. Themi e marrin Cernicën. Cernicën, e marrin Vlashnjën, e marrin pastaj nekropolin e Dibiçakut. Ato rrafat që janë kështu? Jo, ato janë shumë atëhershme, ato janë atëhershme, po ka themi kulturë materiale, ka enë të përdorimit përditshëm, ka enë pastaj të luksit të kështu me radhë. Cernicë po ashtu bëhet fjalë për një material jashtëzakonisht shumë luksoz, dhe kjo tregon më së miri kontaktet. Po themi material që bëhet fjalë për enë të tryezës, enë të luksit, enë të cilat realisht ishin karakteristikë për vendbanime ku kanë jetuar ata, do të thënë. Pa diskutim, është vendbanim. Si dëshmo që ato janë enë të Dardaneve? Unë po bëj pyetje, sikur shikuesi kur ju bën, të Dardaneve, ne s'mund të themi të Dardaneve sepse do të thë ato enë të luksit vinin kryesisht nga qendrat greke të prodhimit. Kjo tregon një relacion tregtar që kishin ndërtuar elita Dardane, sepse Dardanet realisht kanë pas një elitë politike ushtarake. Për këto desha me të pyet pastaj. Kanë pas një aristokraci ushtarake dhe për nga kuptimi i organizimit nuk e kishin nivelin që kishin mbretëritë themi ilire të Bregdetit, të jugut të Shqipërisë. Ata kanë qenë më të zhvilluar? Sigurisht që kanë më të zhvilluar për shkak të edhe kontaktit me botën greke dhe po ashtu nuk kishin të njëjtin nivel themi të organizimit çfarë kishin edhe shteti i Maqedonisë. Megjithatë ekzistonte një organizim. Ka qenë në Shkup? Po, ka qenë qendra e mbretërisë në Shkup. Kush ka qenë mbreti? Në për periudat të ndryshme po flasim. Çfarë periudha që e foli edhe zoti Përzhita, domethënë në kulmin e zhvillimit që e kanë pas në fund periudhës së hekurit, a mos gabosh? Jo, në fund ne nuk e dim para shekullit tretë për mbretërit Dardan. I kemi Longarin, Baton edhe Monunin, këta janë tre mbretërit dhe duke pas parasysh se Froni është trashëguar themi nga i Ati tek Ibiri, bëhet fjalë që dhe pushteti ka qenë i trashëgueshëm në Dardani.
dhe elita politike ka qenë një, themi, aristokracia ushtarake, cila ka pas fjalën kryesore në organizimin e Dardanisë. Përndryshe Dardanet, që në shekullin e 4 binë në sy të botës, themi, të autorëve grek në këtë periudhë, ma vonë edhe romak, vetëm atëherë kur fillojnë përplasjet e tyre me shtetin e Maqedonisë. Ne dim që dhe vetë Aleksandri Madh, para se të fillon të ekspeditën në lindja fillimisht, është siguru që ta ketë, themi, nën kontroll situatën me Dardanet, dhe pastaj Dardanet kanë bërë një numër të madh të luftrave me Maqedonet, dhe madje kanë qenë në gjendje që t'i ofrojnë fqinjet në rastet kur depërtimit kelt në shekullin e 3, kur ata i ofrojnë një numër të ushtarëve për 20.000 ushtarë për ta përballuar Dardanet. Dhe kjo mas mirë tregon për nivel tepër të lartë të organizimit që ka pas shteti Dardanit, cili ka qenë gjendje mobilizoj forcat më dha ushtarake, madje t'i ofrojnë ndihmë edhe fqinjet e vet. Po, mund të përgjigjet, ndoshta ju mund të përgjigjeni tani. Arianit, kur po flasim për një organizim, domethënë, të mbretërisë Dardanisë, do thotë kemi qytete në për qështrirën e Dardani, edhe fshatra ndoshta ka pasur, dhe kështu me radhë shtrirja e popullsisë e Dardanisë, të gjitha i kanë dhënë, domethënë, përgjegjësi, të themi, mbretit apo jo. Domethënë, si ka funksionuar hierarkia e organizimit shoqëror të Dardanëve në këtë kuptim është pyetja. Nga ullumtimet arkeologjike... Në qoftë se për shembull ka qenë Ulpiana, Skupi, Nishi, gjitha këto qytete. Të gjitha këto i kanë dhënë përgjegjësi mbretit, domethënë, apo jo, kanë qenë në mbikëqyrjen e mbretit, apo si ka funksionuar në këtë kuptim? Ne njohim 28 vendbanime Dardanët të periudhës së fundit të përfshirë të Kosovës në jug të Serbisë, në veri të Maqedonisë dhe 2 vendbanime, përse ka shkruar profesori Luan, në veri lindje të Shqipërisë. Po. Hierarki në mbreti parë Dardan që njohim realisht nuk i përmendet emri, edhe përmendet në kontekst të invazioneve kelte, në fillim të shekullit 3 para erës sonë. Përveç atij ne njohim Longarin, Baton edhe Monunin. Bato dhe Monuni përmendet në një koalicion të madh që Perandoria Republika Romake, në vitin 200, rreth vitit 200 para erës sonë, e realizon me princerit Ilir, Iliri Princeps, në mes në tyre përmendet dhe Bato përmendet si pasardhës i mbretit Longar. Në këtë drejtim, sa e përket këtu që përmendet profesori Përzhita, do të thotë këtu janë dhënat e para që përmenden mbretërit, që fillojnë me invazionet kelte. Por prezenca e një shoqërie ushtarake vrehet tek ky shtimi i madh i popullsisë në shekull 6-5 para erës sonë në gjitha tumat në territorin Dardan, sepse pothuajse shumica prej tyre në bazë të gjetjeve që gjenden përkitazi me trupin, mund të konstatojmë se i përkasin ushtarëve. Edhe sigurisht varrezat të shumta, sepse gjenden heshta, kanë pasur armë, do më gjenden heshta, gjenden përkrenare, edhe kjo është një indikacion, përveç që kanë qenë ushtarë, kjo është një indikacion se ata kanë pas... Ku jenë gjetur për shembull, cilat lokacione këto? Në të gjitha tumat, për shembull, tuma nekropoli tumullar më i njoftun është Qinamaku, cilën e ka humbtuar arkeologu i minjor Bepju Bon, dhe ka qenë edhe temë e dizertacionit të tij, por kemi gjithandaj në Kosovë. Secila prej tyre është e përcaktuar në këtë periudhë dhe këtu kjo është një indikacion që këtu kemi në shekull 6-5 kemi një indikacion të ngritjes së një shoqërie ushtarake e cila zakonisht bëhej nga një mbret. Po, se përmendet profesori. Mandej tek dhëna tjera ne kuptojmë që kjo shoqëri Dardane në kohë paqeje do të punonte tokën, do të thotë nuk ishin ushtarë mercenarë cilët paguheshin, por ishin qytetarë ose banorë të Dardanisë, cilët në kohë të paqes ishin qytetarë të lirë, punonin tokën, dhe në kohë të luftës me një thirrje nga mbreti mblidheshin shumë shpejt edhe niseshin për luftë, që kryesisht në luftrat që kanë ndodhur kundër Maqedonisë. Zoti Rexhaj, unë fola, ose pyetja ime ishte në aspektin arkeologjik cilat janë faktet, në aspektin historik.
Autorët e antik çfarë thonë domethënë për këtë organizim domethënë të mbretërisë dardane? Organizimi i mbretërisë dardane ka qenë identik edhe me struktura tjera mbretërisë fshinja apo fiset e mëdha, prej fiseve kalojnë mbretëri, por jeta është zhvillu. Domethënë ai zhvillimi i jetës ka qenë tipik sklavopronor në burimet historike. Domethënë është bë jetë sklavopronore, mbreti ka qenë gjithçka. Aja ka pas Kur pyeta unë, ai kanë dhënë llogari mbretit gjithë këto, domethënë çka jetuar mbreti ka qenë gjithçka. Ai ka organizuar jetën ushtarake dhe civile. Ka qenë shtresa anal e generalëve apo armatës. Kanë qenë shtresat sundimtare të regjioneve të ndryshme dhe ka qenë popullsia e lirë, flitet që ka pas popullsi të lirë edhe popullsia që ka qenë është termi latin i robëve sotshëm. A ka pas secili qytet për shembull një udhëheqës që ka komunikuar me mbretin apo si ka funksionuar kjo? Po, ka qenë sikur në mesjet që organizohen krahinat. Apo krye krahinart, që ma vonë kemi për shembull në këtë zhvillim në botën slave të kroatët, fillimisht të zhupanit, ma pas edhe të slavët, të tjerë apo ne i quajmë krahina, krye krahinar, ata i kanë quajtur zhupan edhe zhupan i madh. Por në atë kohë edhe atëherë ka ekzistuar sistemi, i kanë dhënë llogari, e kanë dhënë taksën apo haracin, kuptimin e zhvillimit, edhe ka qenë zejtaria, mos të harrojmë. Zejtaria ka qenë shumë e zhvilluar, ka qenë blegtoria shumë e zhvilluar, jeta sociale, sepse një shtet apo një mbretëri, edhe aso kohë është dashur me pas territorin, ushtrinë edhe ekonominë e vet. Por ata edhe kanë marrë statusin e mbretërisë. Krahinat, regionet, qytetet kanë dhënë taksën edhe kanë dhënë llogari sundimtar lokal apo regional mbretit. Kështu është zhvillu në jetën sklavopronari, po afërsisht edhe feudalizmi ma pas e vazhdon këtë. Zoti Përzhita, po na dëgjon? Tani do të kalojmë pak tek periudha e pushtimit romak, do të kisha thënë. Si gjeti pushtimi romak Dardanet? Çfarë ndodhi kur erdhën romakët? A luftuan Dardanet? A e mbrojtën territorin e tyre? Duke pas parasysh që Prandria Romake ka qenë një fuqi, superfuqi e asaj kohe, i ka pushtuar Dardanet. Çfarë ndodhi me Dardanet pastaj? Lejoni të bëj vetëm një hyrje kështu të vogël, lidhje para pushtimit romak. Po. E thanë edhe kolegët në rreth organizimit të mbretërisë Dardane, një shtet i cili del në dokumentet historike të asaj kohe, por ajo që të bë përshtypje, të paktën mua, janë disa pika shumë të rëndësishme, fjala vjen, ata kishin një këshill të organizimit të vendimeve më të rëndësishme që me të mbreti dhe që quheshin miqtë e mbretit. Po. Pra ishin njerëzit, po themi ne, më të ditur, më të përfaqësuar të atyre krahinave që përmendën veri, të cilët me farë mënyrë çonen kishin peshë edhe në pjesën e lokal. Së dyti ishin drejtues të ushtrisë, që ishin në rangun e nivelit të lartë të drejtimit të mbretërisë, ishte komandanti i kalërësisë, sepse kalërësia Dardane ka spikatur në gjithë luftrat antike, kundër Maqedonisë, po edhe kundër vendeve tjera, dhe më vonë kundër... Dhe jo rastësisht kemi shumë gjetje arkeologjike të kalorësit Dardan. Janë gjetë në Ulpian, janë gjetë në vende tjera, kështu më pas po ndalohen. Pasi kemi komandantin e rujtjes së kufirit. Pra kemi një organizim tjetër të kufive që kishte Dardania, si dhe kemi përfaqësuesin diplomatik të Dardanisë që kishte rolin e lidhjes dhe mbajtjes së marrëdhënieve me mbretëritë e tjera fqinj. Dhe këtu dalin disa kontakte shumë të rëndësishme, të cilat mbretëria Dardane, siç e thanë kolegët, e Longarit, më pas edhe e Mununit, e Batus dhe Mununit, kishin marrëdhënie drejt për drejt njëherë me mbretërinë ilire. Ata vendosën një bashkëpunim, qoftë me mbretin Klorat, Skënderbejdin, qoftë edhe me Gentin. Asa edhe u kriju një miqësi ndërmjet dy mbretërive, duke qenë se mbreti Gent kishte atë levën vajzën e Mununit për grua. Njëkohësisht të dy këto mbretëri u futën në situata diplomatike me Romën, sepse lufta kundër Maqedonisë dhe ekspansioni maqedon s'po ndaloj tash këtu se si
Macedonët stollën bastardët për të prishë dhe për të rrafshuar gjithë ekonominë e Dardanisë, pa dhe vetë shtetin Dardan. Në fakt, ju kthyen në bumerang vetë Maqedonisë, sepse u bë një politike përbashkët, po themi, midis dy mbretërive, Ilire dhe Dardane, zbashku me Romën dhe u shtuk njëherë përgjithmonë mbretëria Maqedonës. Po. Nga ky kontakt. Pastaj tash jeta esën dhe dinamika e ngjarjeve është e tillë që në fund të shekullit të parë para Reson, Roma fillon depërtimin e saj, jo vetëm në Dardani, por fillon depërtimin e saj në gjithë gadishullin ballkanik. Duke filluar me rrëzimin e mbretit Gent në pjesën e mbretërisë ilire dhe duke u futur në brenda nevërsitë të Ballkanit. Po cila ishte arsyeja? Arsyeja ishte sondimi i gjithë këtij territori që Roma kishte marrë përsipër, zbashku me shfrytëzimin e atij potenciali aq të madh që kishte Dardania. Ne e dimë, kemi minjera argjendi, kemi minjera ari, kemi minjera argjendi, saqë dokumentat historike thonë, një historian, thonë Plini, që rreth ari vidin nga Dardania dhe pranaj quheshin Dardan. Po. Pra, dhëshe ari e atillë. Argjendi Dardan ishte ndërpurimet kryesore që i duhesh jo vetëm Dardanisë, por edhe të tjerëve për shtypjen e monedhave. Po. Siç tham ne, siç ishte për shembull regje të tilla, siç ishte Apollonia, apo Dyrrhau, apo vendet të tjera italike, kishin nevojë për argjend, në mënyrë që përveç stolive ta përdorin edhe për prodhimin e monedhave. Arkeologjia ka zbuluar shumë qendra të prodhimit të metalikës në Dardani. Po. Kemi qendrat e Ulpianës, kemi të municip pikërisht tu desha ndalim zoti Përgjita. Etj. Pra, ideja e depërtimit roman ishte e disa dimensioneve. Po. Dhe pikërisht këtu zëfill edhe një trase e re që po filloi të ndërtohet. Çfarë ndodhi me mbretin? Çfarë ndodhi me mbretin Dardan? Zoti Përgjita, çfarë ndodhi me mbretin, me këtë hierarkinë e organizimit të mbretërisë Dardane? Çfarë ndodhi me mbretin? Ata i vazhduan të japin llogari Romës apo u rrëzuan nga froni dhe Roma e qeverisi vetë domethënë Dardanin? Roma tash penetrimin në Dardani e ka bërë në 3 faza. Faza e parë është depërtimi i parë lidhet me shekullin e parë para Reson deri me shekullin e parë të Reson. Po. Është koha e njohës së territoreve, e njohës së atij potenciali ekonomik dhe ata me farë mënyre duke ndjekur politikën e përçarjes së ndo, mbajtën gjithmonë një lidhje me kryetarët e fiseve. Po. Kryetarët e fiseve, të cilët ishin një lloj marrëdhënie e cila njifte të drejtat kryesore të popullatës autoktone, e cila ishte e lirë, por ndërkohë ata kishin një varësi jo shumë të madhe lidhje me pushtetin qendror. Pastaj faza e dytë që lidhet shekullit 2 deri në fund shekullit 3, pastaj ajo është dominim total dhe vendosje, krijimi i qyteteve, krijimi i municipeve, krijimi i shumë sundimeve të tjera. Po. Për mbretërit me emra, siç ishte Monuni, nuk kemi ndonjë dokument historik që flet për Gentën, për shembull se çfarë ndodhi me të. Okej, në rregull. Tash do të kalojmë në studio zoti Përgjita. Qëndroni lind lutem. Arben. Kemi domethënë bën një përmbledhje shumë të mirë profesor Përgjita sa i përket pushtimit romak. Çfarë ndodhi me Dardanët? Edhe për ju vlen kjo pyetje. Si gjeti Dardanët domethënë në kontekstin a ishin të përgatitur për këtë pushtim romak? Sa luftuan ata, kur u dorëzuan dhe çfarë ndodhi pastaj me zhvillimin e kësaj shoqërie që jetonte në këto troje? Leo, fillimisht vetëm t'jap edhe 2 gjëra interesant për periudhën para romake, besoj që është interesant dhe me interes shumë shkurt. Po. Pra 2 kanë qenë themi rrugët kryesore të komunikimit me cilët përmes cilave Dardanë kanë komunikuar me qendrat e tjera përmes luginës Vardarit dhe luginës Sedrinit. Dhe është interesante pra që vërehet se si rezultat i konfliktit me botën maqedonase, pra me shtetin maqedonase, me mbretërinë maqedonase, kjo rruga e Vardarit mbyllet. Dhe ne kemi pastaj një komunikim Dardanëve shumë më shumë me qendra tregtare, si rezultat i konflikteve permanente që kanë pas me Maqedonët. Me Maqedonët, po. Dhe vret një ndikim shumë më i madh dhe i komunikimit me qendrat në Iliri, respektivisht me Durrësin dhe Apollonin.
ku një numër i madh i materialeve, i vazove jeneve të ndryshme që prodhoshin atje depërtojnë përmes luginës së drinit. Kjo vret edhe përmes materialet numizmatik. Shekullin 3 dhe 2, pra kanë dominu... Para Ereson. Po, flasim para Eresonës o para Krishtit, kanë dominu monedha, kanë dominu tregën Dardan monedhat që vinin nga Apollonia. Dhe për këto mas mirë flet thesari i Çollopekut ku gjet një numër i madh i këtyre monedhave. Sa i përket luftës së Dardanëve me romakët, ata fillimisht na paraqiten si alat në kuadër të luftës së dytë maqedonase, Maqedonë-Romake, kur Roma ishte zonë luftë me Hannibalin, pra me Kartagjenin luftën e dytë punike. Udhëhecit e Maqedonisë pretendojnë ose synojnë ta shfrytëzojnë këtë momentum dhe natyrshëm që romaket në kuadër të aleancave që dëshironin të bënin ata themi alat natyrore gjetën Dardanet, cilët ishin armiq të permanent, pra të përbetuar të Maqedonësve. Kësaj kontaktet ndodhen në Dyra dhe ata themi përkundër faktit që morën pjesë në luftime. Dyra është Durrësi sot. Po, përkundër faktit që morën pjesë në luftime, megjithatë romakët nuk i mbajtën premtime që i kishin dhënë Dardanëve dhe ata përpos drejtës për tregtu me kryp nuk fituan diçka tjetër. Pastaj marrëdhëniet filluan të lohaçin dhe kjo vjen si rezultat i pretendimeve që kishte Roma për dal përtej themi Adriatikut për të vazhduar drejt Danubit për faktin që këto territori ishin jashtëzakonisht pasura me minjera të orit dhe argjendit. Që kemi dëshminë edhe në Ulpian, do të thonë që janë ato minjera të larta. Pastaj në vitet 86 deri në 73 është një vit i përplasjeve të mëdha të Romës me Dardanet, kur Dardanet përkundër faktit që pushtohen nga romakët arrin të arrujnë një lloj statusi themi të një gjysmë autonome. Deri në vitin 29, kur Oktavian Augusti jep urdhër Krasit, pra që ishte nipi i Krasit, që ishte protagonist në triumviratin e parë bashkë me Cezarin edhe Pompeun, për të pushtuar territoret deri te Danubi. Dhe kësaj pastaj fillimisht territori i Dardanisë bëhet pjesë e provincës së Ilirikumit, pas ngritjes së vitit 69 pjesë e provincës së Maqedonisë dhe në mes vitit 41-54, kur është themelu provinca e Mezisë, Dardania bëhet pjesë e kornizave administrative të Mezisë, pra romakët parapëlqenin që provincat mos ishin etnike, pra të ishin multietnike dhe kjo bëhej me qëllim që ti kontrollonin më mirë, sepse kur kemi brenda një territori grupe të ndryshme etnike, sigurisht që është më lehtë menaxhoshin. Mes viteve 82-86 ndahet provinca e Mezisë në dy pjesë, në provincën Mezia e Epërme dhe Mezia e Ult, dhe do thotë superior dhe inferior, dhe Dardania bëhet pjesë e Mezisë e Epërme. Dhe është interesant se autorët antik, përkundër faktit që Dardanat ishin pjesë e Mezisë, fillimisht Mezisë, pastaj Mezisë e Epërme, ata shpeshherë pra i referohen si Dardan. Si Dardan, jo si themi si Mezi, po si territor Dardan, dhe një numër i madh dhe kjo flet themi mas mirë që ata ishin mirë të etablum si etnitet edhe politik edhe kulturor para romakëve. Madje edhe nishin mbi shkrimet e gjem mbi shkrimet si i referohen si nishi Dardan. Dhe këtë situatë kemi deri në reformat e Dioklecianit, i cili në kuadër të reformave të tij në perandorin, ai e ban Dardanin provincën e vete, e cila sigurisht nuk i kishte kufit që dikur i kishte mbretëria Dardane, ishte më të kurrë, pa diskutim. Kësaj Dardania bëhet pjesë e dioqezës e Maqedonisë, e provincës e prefekturës së Ilirikumit. Problemi më të madh me studiuesit e kam që keni shumë informacione, po unë kam shumë pak kohë për m'ju dhënë juve për mi eksploruar gjitha gjërat. Zoti Luan, po më dëgjon? Po. U thanë shumë gjëra këtu, e di që do të ishe dashur edhe ti tash të ndërlidhesh me këtë periudhë, por kohën e kam shumë të limituar. I kam diku edhe 10-12 minuta për me folë për periudhën nga rënja e perandorisë romake, çfarë ndodhi me Dardanet deri tek Mesjeta dhe me bë këtë lidhjen, domethënë Dardano-Arbrore shqiptare. Çfarë ndodhi me Dardanet pas i ra perandoria romake? Atëherë, pas shekullit 4, jo vetëm Dardania, provinca e Dardanisë, por dhe provincat e tjera të Ilirisë, siç ishte Epiri Vjetër, Epiri i Ri, Prevalitana e të tjerë, psuan një ndryshim shumë të madh, sepse kemi ndryshimin e një epoke
ku fillon një epokë e re që quhet Antikiteti i vonë në gjuhën e historisë, që lidhet me ardhmën e krishterimit në gjithë këto territore dhe me zhvillimet e reja të cilat natyrisht merrnin këto pjesë. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme është se kemi dy kryeqendra kulturore, politike, administrative, botërore. Njëra është në Romë dhe tjetra është në Konstantinopull. Dhe gjithë këto kishin trosinë e tyre në gjithë perandorinë asaj kohe të Romës, e cila, siç thash, me Konstantinin u nda në dy pjesë. Po çfarë ndodhi? Dardanët ruajtën anën administrative, pra u ruajt provinca e Dardanisë, e cila duket në gjithë ndryshimet që ka, dhe sidomos që merr një hof shumë të madh në fund të shekullit 5 dhe në fillim të shekullit 6, dhe për të arritur kulmin në kohën e sundimit të perandorit Justinian, i cili Dardanin e ktheu dhe qendrën e prishtërimit botëror të asaj kohe, duke i dhënë merita të jashtëzakonshme. Dhe kërkimet arkeologjike, e din kolegës që punojnë në terren, kanë treguar për një përhapje ndërtimore shumë të madhe në gjithë territoret e Dardanisë të objekteve kishtare të asaj kohe, domethënë të shekullit 6, të krijimit të një situate ekonomike, po themi të nivelit luksos, sepse shohim ndërtime luksoze, shohim të bazilikave të renefshe, apo të mozaikëve të ndryshme që janë zbuluar në vende të ndryshme. Dardania ngjelet një vend latin, sepse flitet, sepse gjuha shkruar e zbuluar nga mbishkrimet është latine, dhe pak a shumë Lugina Drinit merret si pjesa ndarëse midis mbishkrimeve, po themi në latine dhe atyre greke. Së treti kemi krijimin e një sistemi fortifikues të asaj rrugës cilat u diskutua më parë, Lisus Naesus, sepse në fillimi i dynjeve slave, natyrisht dhe dynjeve tjera, natyrisht e krijoi një situatë pasigurie. Kemi të bëjmë me një popullat e cila kishte qytete si Ulpiana, Shkupi, Nishi, kishte qendra të tjera të cilat ishin qyteza si puna e Harilaqit, të vendeve të tjera siç kishte Peja apo vëmbanive të Korishës edhe të Kastersit në Suarek. Pra kemi të bëjmë me një sistem i cili ishte në nivelin kulturor, ndërtimor dhe arkitektonik i barabartë me gjithë provincat e tjera evropiane të asaj kohe. Gjë të cilën ne shohim edhe në krahasimin që bëjmë sot me Danubin e kështu me radhë. Për të ardhur pastaj në mesjet. Çfarë ndodhi? Përfundoje të lutem shkurt sepse minutat i kam shumë të rezervuar, do t'ju jap fjalën edhe në studio. Atëherë, pas shekullit 7, dynjet slave e dim. Tashmë krijohet një sistem i ri i gjithë hartës politike të Ballkanit me Herakleun, perandorin Herakles i Lilej, vendosin në Sllave disa territore që ishin bosh. Pjesa e Dalmacisë zbret në pjesën e jugut të Adriatikut, dhe e cila sipas kërmimeve arkeologjike të Kalaja Dalmacës Koman ka rezulton edhe kultura Komanit. Kërkimet e bëra në Kosovë, bashkëpundim që kemi me kolegët, po edhe nga vetë kolegët, kanë treguar se ekziston një kulturë e cila ka vetëm një emër që mund ta quajmë me plot gojën kultura arbrore. Edhe studimet e bëra nga ana e burimeve historike, sidomos duhet përmend studimin e Gaspergjinit, është një studim perfekt i kësaj periudhe për sa i takon organizimit kishtar, i përmend Dardanët deri në shekullin e 9 si pjesë përbërëse e gjithë kishës së asaj kohe e lidhur me kishën e Romës. Pra, kemi të bëjmë me popullat, e cila dar nga dalë njeket njëtën rrugë, njëtën zhvillim siç noqi e gjithë popullata e lire në territoret ballkanike. Shumë faleminderit që ke gjetur kohë me qenë pjesë e emisionit tonë dhe që na dhat këto deklarata me shumë interes për emisionin tonë. Kënaqësia është e imja dhe ju uroj sukses. Faleminderit shumë. Ishim me zotin Luan Përzhita, drejtoria i Institutit të Arkeologjisë në Tiranë. Ne tani do ta përmbyllim me disa deklarata me mysafirë në studio. Zoti Rexhaj, jemi në një periudhë që e përmendi edhe profesor Përzhita, të një transformimi të Dardaneve në arbër. Pse ndodhi kjo? Domethënë po shkojmë tani nga mesjeta, pse nuk e vazhduan emrin ta kenë Dardan? Pse arbër?
Dhe çfarë ndodhi domethënë me këtë popullsi që jetonte në territorin e Dardanisë? Shumë shkurt du me të përgjish, konciz me kalun 3-4 shekuj, sepse është problemi gjonëve. Konciz kalun 3-4 shekuj me arrit me shekulli 6. Shekulli 6 kemi fatin e madh që perandori Justiniani i madh. Po. Pasusi Justin, perandor Dardan, me origin Dardane, bon një ndërmarrje të mbrojtjes të perandorisë nga sulmet e atyne migrimeve të mëdha popullatës që është dyndja e madhe e popujve, që kryesisht fillon merret ma shumë me avar slav, se kemi edhe ma herët, por 6-7. Dhe në Dardani, fati i mirë është që ai i numron atëherë Prokopi, biografi i tij, apo kronisti janë dikun 69 kështjella. Domethënë kemi pas një qytet, një zhvillim urbanistik, në fakt një shtet, një provincë me shumë zhvillim urbanizëm që ta dhe kolega zhvillum. Në mesjetash, afërse shekullit 12, 13, 14, i kemi mbi 100 ato vendbanime, rritën për 3-4 shekuj dalin edhe cilësohet, territori sot shumë i Kosovës, mesjet cilësohet dikun shekullin e 13-14, që është vendi më i urbanizuar për këto treva. Edhe në aspektin religios me monumente, po edhe me urbanizëm fortifikata apo kështjella që i quajmë na në një farë transformimi prej shekullit 7 deri në 11-12. Dhe kanë mbijetu popullata që ato dyndjet e mëdha të popujve e kanë detyru kushtimisht, jo vetëm Dardanet, po edhe fiset tjera ilire, por edhe vetë grekët atje apo helenët, që të bëjnë zhvillime në kuptimin e mbrojtjes. Dhe trevat tona, Dardanet, edhe fiset tjera, shkrihemi për 200-300 vite për arsye të mbrojtjes, të kulturës edhe të gjuhës, edhe territori. Këto janë elementet e atij kombëtarizimit me quajton kushtimisht të asaj kohë me kalu në arbër. Dhe shkymen fiset i lire, duke pas parasysh mbrojtjen e tyne, që i ka lidh gjuha, tash territori edhe tradita, dhe kalojnë në një popullat arbër, por cilat shekullin e 11. Do me thonë transformimi i mbrojtjes. I të gjithë fiseve në arbër. Ajo po, kalojnë në arbër gjitha fiset i lire. Edhe ku përfshin edhe Dardanet aty po. Kemi edhe nocionet e vjetra, edhe për Dardani, edhe për Epirot, edhe për fiset tjera, Albanel, Diokleja ekziston si territor dhe 11, po ato parimisht kalojnë sot trevas shqiptare që janë edhe të kurrura në arbër apo Alban, dhe kjo është një dukuri normale e procesit zhvillime dhe të gjitha popujve të tjerë. Kështu që Kosova ka qenë shumë e zhvilluar mes jetë, ripërtrihet kërkesa nevoja Kosova apo Dardania? Dardania, Kosova e sotme. Kosova e sotme. Haru me thonë një fjalë, Kosova e sotme përbën qendrën e shtetit Dardanisë. Embrionin atë bazën, fatkeqësisht tash tojnë 30.000, 40.000 kilometra ka qenë, sot i kemi 10.400. Unë kam pas një emision për emrin Kosovë, po ta bëj pyetje, po shfrytëzoj rastin, në të përgjigjen të gjithë, sigurisht, sepse kjo është një temë që gjithmonë duhet ta diskutojmë. Pse nuk quhemi ne sot Dardani po Kosovë? Ka pikërisht janë ndryshimet. Ne kemi shënime që kemi pas edhe në qytet me emrin Kosovë, me ta tezë Kaskos, është gjuha latine me slave, germa no është ligj linguistik, por mendoj që ka qenë, japën shënime që ka qenë edhe Kalfa në fund, në shekullin e 17, dikon japë shënim që ka qenë qyteti Kosovë, apo Kosovë, një qytet minerar zehtar që ne s'kemi mujt me ubiku, apo me përsaktu ende në arkeologji, por unë mendoj, në burimet cirilike slave, është interesant, në hulumtimet e vonshme, kemi cirilike slave, po flasë ma shumë rasianët, apo para Serbia, shekullin e 12, në fillim 13 që të përmen, është Shën Sava, të t'i bartë reliktet e babes prej malit Hilandaratos, dhe ndalet në manastirin Fosne, që është fshati Studenisa sot. Çfarë dëshmon kjo? Aferistogut tëtë unë dalë në manastirin Fosne në veri të Dardanis. Çfarë dëshmon kjo? Dëshmon që është shuj Dardani ende. Edhe ata janë ardhur këtu. E tash termi Dardani Kosovë. Po, kanë ardhur ata edhe e pushtojnë Kosovën në shekullin e 13, definitivisht, janë 12-in, burimet e reja një shekull e shojnë ma vonë, sepse politika sërbe është një shekull ma heret, apo në vitin 1180-85 pushtohet Kosova e sotme, territori, apo Dardania tërshme, por vetë burimet sërbe. Historiografia zyrtarisht e qetë okupimin vitin 1282-3 me luftrat e një mbretit Milutin. është një shekull.
Këtu ka politik as të madhe sa që këtë dëshmojnë edhe burimet bizantine dhe të tjera. Do t'i ndajmë edhe shkurt. Dardanët edhe populatat ilire, fiset tjera kalon në arbër për shkak të mbrojtje e cila do thotë ka një dëshmi historike për këtë vazhdimsi. Ki dëshmi gjusore, ki dëshmi materiale arkeologjia dhe ki dëshmi të burimeve të shkruara historike. Dhe prej arbër të shqiptar, kjo është pikërisht pyetja, Arben. Më falë, du ta bëj pyetjen. Cilët janë dëshmit, domethënë është pyetje fundamentale, dëshmit arkeologjike dhe historike se ne, shqiptarët e Kosovës, që jetojmë sot në territorin e Dardanis, jemi Dardan. është me interes të kthehemi pak tek periudha romoke, respektivisht. Keni ka 3 minuta secili, ta keni parasysh. Tek antikiteti vonë. Është diskutuar shumë çështja e akulturimit, respektivisht asimilimit të dardanëve gjatë sundimit romak. Kjo është e pasak, nuk qëndron sepse ka mbështetje të mjaftueshme arkeologjike, kulturës materiale, edhe të dhëna onomastike, të cilat dëshmojnë që dardanet, megjithatë nuk u romanizuan, nuk u akulturuan, morën tipare kulturore deri në një mos, mirë po ishte një popull që kishte kulturën e vet, gjuhën e tij. Sigurisht, pra ashtu elitat politike, të cilat u integruan brenda. Çfarë gjuhë kanë folur dardanët, a dihet? Kanë folur gjuhën ilire. Sigurisht kanë folur ilirisht, janë pjesë të trungut të ilir, asoj pjesës themin ilirishtes qendrore, pa diskutim. Dhe sigurisht që duke qenë fiset ndryshme, ata kanë pasur edhe nuancat e tyre dialektore. Në rregull. Mos kalojmë këtu, vazhdo aty ku mbete. Ka asnjë diskutim. Dhe ka evidenca të mjaftueshme që dardanet megjithatë nuk u romanizuan, pra nuk u asimiluan, ata arritën me ruaj traditat e tyre dhe me kalu si të tillë në mesjet. Është një dhonë interesante, të cilën themi mohues të kësaj teze, kanë thonë që duke provu me argumentu që kryenarë slavët do kanë gjetë një territor të pothuajse të shkretuar dhe kanë popullu, është e pasakt dhe dhona Prokopit, cilën e përmendi zoti Regjaj, që vetëm në territorin e Dardanis në kuadër të rimdërtimeve që ka bërë, me qëllim të mbrojtje, sepse provincë Dardania themi ishte në Limes, ishte në Kufi, dhe një Dardani e përforcuar me mbrojtje mirë ishte në interes të vetë perandorisë bizantine në atë kohë dhe hequr nga Justiniani. Pra, ajna jep dëshmin vetëm atyre fortifikatave, kështjellave, ku është cilat janë me remetu, pra janë rindërtu, 8 për cilave janë ndërtu nga fillimi, mirë po sot vetëm në territorin e Kosovës, që paraqet një pjesë më të vogël të provincës së Dardanis, janë evidentuar diku mbi 120 të tilla kështjella. Çfarë dëshmojnë këto? Kjo dëshmon që kemi të bëjmë me një areal i cili është dëndër i populluar. Dëshmi, domethënë, ishte dëndër i populluar. A janë këto dëshmi që ne jemi Dardan, ne shqiptarët e Kosovës? Pa diskutim që ka një kontinuitet. Ai tregon kontinuitetin, pra tregon që ne nuk kemi romanizuar, pra nuk kemi asimiluar, kemi kaluar në mesjet si Dardanë dhe pastaj kemi bë pjesë e familjes arbrore dhe për këto ka dëshmi të mjaftueshme të kulturës materiale në Varreza, është themi gjithanë në territorin e Kosovës dhe që është njëjtë edhe në territorin e Shqipërisë, edhe në Qamëri dhe në Malzi. Ata që është një areal i gjerë mohojnë këtë vimësi ose vazhdimësi, domethënë të lidhjes Dardano ose iliro arbror shqiptar, një studius shqiptar, mos gabofsha, ka thënë, në qoftë se ne nuk jemi ilir, çfarë jemi ne? Kush jemi ne? A ka një test tjetër kush jemi ne, domethënë? Jo, nuk ka. Nuk ka. Atëherë domethënë kjo po. Harova me thonë, e dini edhe ju, po Harova është në rëndësi. Provinca Dardanis, prej shekullit 3, vazhdon përmendet pej perandorit shkrimtar Perfiroz-Gjenetit në gjysmën e shekullit 10, kur e përmend temën njësinë administrative Durrësit, dhe ekziston në kuadër kësaj teme edhe provinca e Dardanis me 3 qytete. Domethënë deri në shekullin e 10 ekzistojmë Dardani eksakt. Te erës tonë, domethënë. Ma pas edhe në shekullin e 12, po edhe në 13 përmendet Dardania prej burimeve cirilike slave. Kemë edhe perandorisë bizantinës që atribuohen kjo nuk kontestohet, domethënë. Dokleatit nuk kontestohet. Jo, është kontinuitet. Hajde për fund, Arianit, me ju nisëm, ju përfundojmë, domethënë. Vimësia ose vazhdimësia Dardano shqiptaro arbroro shqiptare ose iliro arbroro shqiptare. Dëshmit historike dhe arkeologjike. Në dëshmit historike mund të përmendim Liber Generationis Mundi, është një kronik romake vitit 354-364, ku i përmend popuj që i flasin gjuhët e tyre në perandorinë romake. Kjo ndoshta nuk na e zgjidh problemin tonë krejt, por përmenden... Është një fakt që na ndihmon për me zbardh kaluarën tonë.
Aty në mesin e popujve tjerë, fqenj, që në Macedonët, Grekët, Trakët, të fisët tjera, ose popuj tjerë, që kanë qenë në perandëri, që i kanë rrujt gjuhët e tyre, kjo është një indikacion që kanë mbjetu akulturimin, si të tha profesor Erben. Aty në mesin e ilerëve nuk përmenden ilerët si popull globalizues, po përmenden albanët, dardanët, peonët, Do më thonë disa fise përmenden. edhe dalmatët. Tash ne njohemi nga rilindja evropiane, por kjo jona se bëjmë një globalizim të gjithë popujve, mesin atyre që përmendë profesor Luan, i lirë, por që realisht janë këta që mbjetojnë akulturimit romak. Po. Në rastin e dardanëve mund të arsyetojmë me dialektin geg, për shembull që është megjithatë i dallueshëm prej atij tus, por janë dalmatishtja sot nuk mund ta quajmë përveç nëse i morën për bazë arbresht e Zarës, që megjithatë aty ka teori mandej që këta mund të ketë shku, ato janë çështje tjera, por që këtu janë burimet historike që dëshmojnë që megjithatë ata deri në fund perandorisë romake i mbjetuan asimilimit edhe akulturimit. Unë prapë po thëmë e di që me ju mund edhe 3 orë të flasim për këtë temë, unë i falenderoj shumë që ishin pjesë e emisionit dhe dhatë kontribut në këtë temë me shumë interes. Kënaqësi që u pata në studio. Faleminderit. Të nderuar shikues, pra biseduam për temën kush ishin dardanet me 3 studiues të Kosovës, domethënë të Prishtinës, që kishin në studio dhe me një studiues apo drejtuesin e Institutit të Arkeologjisë së Tiranës, zotin Luan Përzhita. Faleminderit që na ndoqët, shihemi të dielën tjetër, mirëmbëngjes.